Dhe unë për veti një vjetë, 2 vjetë do vjenë Kosovë. Ma mërmendja po, ata që po punojnë për i kanë gjithër. Ka punëve këtu, për punëtorin ku që ka punë. Shamë në Kosovë me punu, po qëfar rrugë ishë këtë? Për një mjera. Mu mjaftoj. Unë jam falenderues dhe Gjermanëve. A më vënë e më shtë janë. Një investim të masë që jam aty me njerëzit mëdhaj, po më në ekonomike kapitalit, po jam vlen. Një lokal, një sot do lokal të vogël me qelë, mjafton. Edhe ata që i kanë punë pak më mirë, që i kanë punë të ekonomikë, lehtësirën të investojnë në vendin tonë. Vini. Unë jam i këtu, po jam mërgjimtar. Mërgjimtar? Po. Si po kaloni në Kosovën tonë? Mirë, shumë bukur. A më tërgan, keni ardhë për pushime ma shumë e votu? Pushime, me votu. Me kryat obligimin? Obligimin e tonë, po. A të kanë sa i kënaqen me partinë që e mori? Pushtetin? Po, kush ka fitu dhe të mi auru, pavarësisht. Jam i kënaqen. Ti personalisht, a i kënaqen? Po, i kënaqen jam. A i meriton Albin Kurti si pas te me qenë komunist, kur ti tra? Kur e populli pse jo? Kur e popullë? Po. Ka pas i kundërshtime që ka thënë që nuk ka pas 50% që kam i marrë Albin Kurti. Që shushe këtë? Kur ti edhe më thënë duhet Unë rezultat. personalisht e shoh pozitive. Këto vite sa ka qenë në pushtet, a ka ndryshuar diçka te Albin Kurti? Po në herë në 10 vjet, ose në 2 vjet, apo kupton. Ndryshimet e dini ju ma mirë son. Ose me ditë ndryshime. Ajo që të na pak në politikë njerëzit janë kapëllon të kapën shumë, kështu, jo si jashtë, ku jetoni ju, janë shumë të lidhë, bëjnë debat, besa ka përqarë Kur më shumë. bo Gjermani, do të më shku shumë kohë, po por këtë kohë deri sot mas lufte ka arrit mirë Kosova. Jam i kënaqur. Fatallimi ke mes Gjermanisë, edhe vani ku i nana. Po. Që kanë mungon edhe për shembull. Po normal, vani më pëlqen mas shumë të në botë. Po tash infrastruktura këtu janë pak më të dobta, po vinë zhvillim në Sipër. Me ardhet kohës vi këtë nivel. Për menimin tim. Më të ofru mundësia, a i kështë prit letrat e Gjermanisë marrë me punu në Kosovë, me shukret. Po. Edhe unë për veti një vjetë, 2 vjetë do vjenë Kosovë. Do të vishë Kosovë? Po, Vërtet? vërtet. Me familje krejt? Me familje, po. A i ki bisedu me familje këto? Po, gatshime. Janë të gatshëm. Po. E çuditshme se shumica ata kthehem, mirë pas kthehen. Po foli veç për vete, edhe për Shumë familje mirë. time. A mundesh është vani sigurt Kosova me punu, edhe me gjetë vetën sipas teje? Ma mërmendja po, ata që po punojnë për i kanë gjithër. Ka punëve këtu, për punëtorin ku që ka punë. Në shamë në Kosovë me punu, po çfarë rrugë ishë këtë? Për një mjera. Mu mjaftoj. Një mjera mjaftoj. Që kjo rrugë një erot ishë këtë, e kështë shumë Po, lirë Gjermaninë. Po, pa problem. A kështë menu që kështë mund me gjetë vetën këtu? Po normal, se në që 37 vite në Gjermani. 37 vite. 37 vite. Është pak probleme thonë se me gjetë vetën 37 vite atje është ndoshta pak. Me punë e gjon. A i së shtetë janë. Unë jam falenderues dhe Gjermanëve. A më vënë e më shtë janë. Sa mirë që ju kem juve që e vlerësoni vendin. Falenderit. Ju jeni shtylla kryesore. Falenderit të A duan këto vite 3 dekada, çka të ka mësu ty jeta një gurbeqari i vendit ku je atje? Të mirat edhe të këqijat që i kanë. Normal që ka edhe të mira edhe të këqija, në çdo vend e ki, edhe në Gjermani ki këto. A menon që në Gjermani e kemi krejt mira? Çdo shtet i ka ato anë pozitive, negative, po mirë. Unë për vete jam i kënaqur se po vinë senet të ardhur vetën çdo herë po shoh si treja. Jam i kënaqur për vete personalisht. Kër inkuadrimi që ke pas, a ke pas shtje në fillim me gjetë vetën një vend Gjermanisë që ke Po, qenë? shumë. Dhe kanë çka qenë fillimi pak? Ka qenë shtje se gjuhë, ja, kurka, ja, familje, ja, po gradual, jo marrë. Jo marrë në atë pikën ku unë sot e gjaj vetën. Po, menimin edhe vëmendjen edhe e kam gjithmonë në Kosovë. A ja vlen Kosovë sipas te me investu? Po, ja vlen. Unë nuk më thonë një investim të masë, se jam aty me njerëzit mëdhaj, po më në anë ekonomike kapitalit, po ja vlen. Një lokal, një sot do lokal të vogël me qelë, mjafton. A pse këto investime kohët fundit Kosovë nuk diaspora nuk po investon shumë. Do të thonë pushtetet për ratin për Kosovën. S'më me thonë se nuk jam në rrjedhja. Po. Unë e vit një javë, 2 javë, nuk më në rrjedhja, nuk më thonë diçka çka nuk jam i sigurt. Po e thënë ato që kemi ndëgjuar shumë që diaspora më shumë jashtë Kosovës. Dëgjoj, këto çaj marr për media, për rrjetet sociale. Por me ditë dini jo e din tjerë që banojnë këto. Çfarë mësoi ty gurbeti këto vite, gjithë këto vite? Cilat mësime më të mira i ke marrë? Kom marrë mësime të mira, kom marrë.
Mas pari njerit me pas një kulturë, do të me ka një kulturum, një karakter të fort, më marrë me puntua. Qëse merrna me punë tjera, nësë shkoj për para. Po menoj ti tërkujna. Unë e kështu gjithë familjen, vetën, edhe gjithmonë menoj për shtetin tem. Po du kërkon një mesazh gjithë diasporës, çfarë shqethan? Ju uroj suksese, edhe ata që i kanë punë pak më mirë, që i kanë punë të ekonomikë, le të kthehen të investojnë në vendin tonë. Kjo është menimi. Unë të uroj të shëndet mas pare. Faleminderit. Pushimet të këndshme, kënaqësi shumë që u takojmë. Faleminderit.